Autoritetet më të larta të pushtetit vendor dhe kreu i shtetit Bujar Nishanit, pranishëm në meshën e falënderimit kushtuar shejtërimit të Nën Terezës, janë përulur para veprës së saj dhe shejtërimit që u bë realitet vetëm pak ditë më parë në selinë e shenjtë në Vatikan. Ne përulemi përpara shejtores tonë, Nëna Tereza, e cila ju dorëzua në mënyrë absolute vullnesës së Zotit dhe Zoti e caktoi për transfertuar tek njerëzit dashuri hyjnore. Figura e Nën Terezës ka një lidhje të veçantë, një lidhje shpirtërore dhe një lidhje fizike. Janë të paharruara ato momente kur shenjtoria jon Tereza fizikisht në vitin 1993 do të vizitonte Bushatin dhe do të takoj me besimtarët e kësaj zone. Nëpërmjet këtij misioni, personat me aftësi ndryshe kanë gjetur një streh dhe një përkrahje me shumë dashuri, gjithmonë ashtu siç ka rrezatuar përherë misioni i Nën Terezës në botë. Kreu i shtetit Bujar Nishani gjatë fjalës së tij u ndal tek krenaria që i ofroi mbar kombit shqiptar shejtrimi i Nën Terezës, duke quar lart emrin e Shqipërisë, por duke lënë për shqiptarët edhe një ndjenjë të lartë përgjegjësie. Jeta, vepra, shembulli dhe gjithçka që Nën Tereza mishëronte deri në shenjtërimin e saj i dëshmuan dhe i provojnë mbar botës se të gjithë njerëzit janë të barabartë para Zotit. Dhe të gjithë duhet të jenë të bashkuar që t'i luten atij. Për ne ky është një çast krenarie, sepse prej kohësh na drejtohen dhe me shumë të drejtë dhe me fat si kombi që i dha jetë, e rriti dhe e brymosi Nën Terezën. Si kombi që i dhuroi botës një shërbyse të njerëzimit si ajo. Si kombi që ka pasur brenda dhe përmban në vetvete njerëz të rrallë e të vyer si ajo, të cilët i përkasin pjesës njerëzimit që është aq shumë e lidhur me dëshirën për t'u ndeshur me të keqen, për ta mundur të keqen dhe për t'i shëruar pasojat që lë e keqja pas vetëm. Dhe këtë e bën vetëm me dashuri dhe me forcën hyjnore që merr nga besimi te Zoti. Nën Tereza u shpallë shenjtë nga Papa Francesku me 4 shtator në një meshë solemne në Vatikan, duke bërë krenar miliona shqiptar, por duke i shtuar botës edhe një tjetër shenjtore që shërbeu sa ishte gjallë për njerëzit.